Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nxjerr nga fytje dhe mushkërit gelbazën, shurupi natyral që u bën të merrni frymë më mirë. Ekspertët kanë zbuluar një recetë shumë interesante dhe efektive sepse mund të përmirësojë edhe në kapacitetin e mushkërive dhe në reduktimin e problemeve të tyre, sidomos edhe gjatë periudhës së vjeshtës dhe të dimrit, ku edhe problemet inflamatore të sistemit të frymëmarrjes janë vërtet të larta. Karrota është e pasur me vitaminën A, e cila ndihmon për të përmirësuar shëndetin e mushkërive, gjithashtu edhe ato të syve. Janë të pasura me antioksidantë që ndihmojnë në detoksifikimin e trupit. Konsumi i karrotave është veçanërisht shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për personat që vuajnë nga tensioni i lartë. Karrotat janë shumë të dobishme edhe për të parandaluar kollën e thatë, si dhe mund të ndihmojnë të hiqni gëlbazën nga mushkëritë. Kur karrotat përzihen me ujë dhe mjalt, mund të përfitoni një recetë të shkëlqyer natyrale në luftimin e kollës dhe gëlbazës, si edhe të përmirësoni sistemin e frymëmarrjes. Përbërësit që ju duhen për përgatitjen e kësaj recete, sipas deltit të saj, janë gjysmë kilogrami karrotë, ujë i pastër dhe 3 deri në 4 lugë çaji me mjalt. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Prisni karrota në copa të vogla rrethore, i vendosni ato në një tigan të mbushur me ujë dhe i zjeni në sopë. Pastaj vini re se karrotat janë zbutur, e fikni sopën, me ndihmën e një piruni shtypni karrotat derisa të përfitoni një pure. Shtoni mjaltin në ujë dhe i përzieni derisa të përfitohet një masë homogjene. Shurupi është gati dhe mund të konsumohet edhe i ftohtë. Konsumoni një lugë çaji 3 deri në 4 herë në ditë. Do të vini re përmirësime të dukshme të sistemit të frymëmarrjes, por nëse gjendja juaj është e rëndë, duhet të paraqiteni tek mjeku për të marrë gjithashtu një trajtim më të specializuar. Sidoqoftë, recetat të cilat të ngjallin edhe sistemin imunitare mund të bëhen në kushte shtëpie për të përmirësuar rrugët e ajrit dhe të përmirësojnë gjithashtu edhe çështjen tuaj në rastet më të vështira. Përbërësit që u duhen për recetën e dytë janë 2 lugë plur shafrani ndije, 1 rrënjë xhenxhefili në mallësi mesatare, 400 gram qep, 400 gram sheqer ose mjalt dhe 1 litër ujë i filtruar. Procedura e përgatitjes bëhet në këtë mënyrë. E vetmja gjë që duhet të bëni është të karamelizoni sheqerin, pastaj të shtoni ujin dhe leni të tretet dhe të vlojë. Dhe nëse përdorni mjalt, do ta vendosni në fund. Ndërkohë qoroni dhe coptëzoni qepën në pjesë të vogla, gjithashtu qoroni xhenxhefilin dhe e prini imët. Shtoni të dyja përbërësit në ujin e vluar. Pas disa minutash, kur uji të vlojë mirë, shtoni shafranin e indis, ulni nxehtësinë pak dhe e lini lëngun ta avullojë në gjysmë. Pasi lëngu të përgjysmohet, hiqeni tiganin dhe e lini të ftohet pak. Pastaj e kulloni dhe shtoni mjaltin. I përzjedhni derisa të tretet. Ruani lëngun në një shishe qelçe dhe në kavanos. Mbajeni në frigorifer. Çdo ditë një filxhan të kafes në mëngjes me stomakun bosh dhe 2 orë pas ushqimit në mbrëmje do t'japin rezultate të mira në lehtësimin e problemeve tuaja respiratore. Thithja e ajrit të ndotur, tymi të cigares dhe toksinave të tjera mund të dëmtojnë mushkëritë tuaja. Për këtë arsye ne kemi përzgjedhur disa metoda që ndihmojnë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, në përmirësimin e kapacitetit të mushkërive dhe mbi të gjitha, edhe në uljen e inflamacioneve. Nëse nuk e keni të mundur të shkoni tek mjeku dhe çështja juaj nuk pret, atëherë mund të përdorni mënyra alternative të cilat në kushte shtëpie do ju lehtësojnë gjendjen derisa të merrni trajtimin e specializuar. Një mënyrë shumë e mirë për të lehtësuar gjendjen tuaj shëndetësore është edhe terapia me avull. Thithja e avujve të ujit shton lagështinë në ajër, gjë e cila ndihmon në lirimin e menjëhershëm të rrugëve të frymëmarrjes, në nxjerrjen e papastërtive dhe të mykut të tyre. Kështu do të keni rezultate përkatëse shumë të mira në lehtësimin e problemeve të sistemit të frymëmarrjes. Kollitja e kontrolluar gjithashtu mund të vijë në ndihmë në shëndetin tuaj, edhe përdorimi i çajit jeshil. Çaji jeshil përmban vetësi antioksiduese të cilat ndihmojnë në reduktimin e problemeve inflamatore, në reduktimin e inflamacioneve të mushkërive dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përmirësoni sistemin e frymëmarrjes dhe të lehtësoni rrugët e saj, atëherë duhet të përdorni edhe ushqime me vetësi antiinflamatore. Këshillohet që të përfshini në regjimin tuaj ushqimor produkte të tilla si turmeriku, zarzavatet jeshile, boronicat, ullinjt, arrat, fasulet dhe thjerrzat, të cilat fal elementeve të tyre ushqyes do të bëjnë një lehtësim më të mirë të shëndetit të frymëmarrjes. Çaji jeshil.
Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen e sistemit tuaj tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin dhe lëngun e limonit dhe mjaltin dhe mund t'japë lehtësimet e duhura për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidantë dhe acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe. Këto fruta janë të pasur me antioksidantë dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është aleat i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidantë. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rushi janë ushqime të pasur me antioksidantë që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe energjiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkëritë nga bllokimet për sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj ose si element të tjerë bimor. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteriet. Energjiku qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dyja bimet duhet të bëhen pjesë e regjimeve tuaja ushqimore. Mbrojtja e mushkërive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimi por edhe suplementet. Këshilla e fundit por jo nga rëndësia janë që të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Kështu do të arrini të realizoni mënyra të mira lehtësuese për të përmirësuar sistemin e frymëmarrjes. Papastërtitë, zakonet e këqija dhe mjediset rrethuese janë përgjithsisht arsyet kryesore pse bëhen shkak të problemeve të mushkërive. Rreth 65 milion njerëz vuajnë nga sëmundjet kronike pulmonare, prandaj është e rëndësishme të kujdeseni çdo ditë për shëndetin e tyre. Me pak përpjekje mund t'ja dilni edhe të zbatoni si duhet detoksin e mushkërive. Konsumoni vazhdimisht lëngje që pastrojnë organizmin. Duhet të dini që ndryshimi i mushkërive nis nga 2 javë deri në 3 muaj pasi keni ndërtuar regjimin. Pas muajit të parë do të filloni të ndjeheni shumë më të shëndetshëm, por për të arritur këtu, çfarë ju ndihmon? Uji i ngrohtë me mjalt, uji me limon, çaji jeshil, lëngu i karrotës, shafrani me xhinxher, bananën me spinaq janë alternativat më të mira të lëngjeve për të përmirësuar sistemin tuaj të frymëmarrjes, citon dhe Elsajt. Praktikoni gjithashtu edhe teorinë e kripës. Teoria e kripës është të bësh frymëmarrje të plota me grimca të vogla kripe. Quhet haloterapi dhe është një alternativë shumë e mirë për problemet të astmës, bronkitit dhe të kollës. E këshillueshme është gjithashtu kripa Himalajes. Përdorni vaj rigoni. Për ta bërë edhe më funksionale, bëni një miks të vaj të rigonit me vajin e bajameve. Duhet ta vendosni pak 1 deri në 2 pika poshtë gjuhës. Përpiquni ta mbani për 3 deri në 5 minuta dhe më pas e shplani gojën me ujë të freskët. Për të bërë efekte duhet të prisni 3 herë në ditë për të paktën 1 deri në 4 javë. Bëni dush të ngrohtë jo më shumë se 3 herë në javë. Do të marrë frymë lirshëm duke praktikuar gjithashtu edhe dushet e ngrohta. 2 ose 3 herë në javë janë të mjaftueshme për të shmangur kështu problemet e lëkurës. Shmangni produktet e caktuara. Hiqni dorë nga konsumi i produkteve pikante, erëzave ose ushqimeve të procesuara pasi mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme me sistemin e frymëmarrjes. Pastroni vazhdimisht gjuhën. Nëse doni të mbroni mushkëritë tuaja, duhet të keni një higjenë të mirë orale. Ne mund t'i lajmë dhëmbët çdo ditë, por është e rëndësishme që të lani edhe gjuhën për të shmangur bakteriet që mblidhen në të. Nëse gjendja juaj është e rëndë, duhet të paraqiteni tek mjeku për të marrë trajtime të specializuara. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.